Rikthemi në këtë pjesë të dytë ku do flasim për shumë gjëra në lidhje me privatësinë. Prekëm çfarë? Prentën për pjesën e privatësisë, se sa të ekspozuar jemi, po tani jam kurioze kush na I përdor të dhënat dhe si. Elira e tha, edhe nëse ti përdor një produkt falas, ti e produkti. Po së fundi unë do thoja që edhe nëse paguam prap ti e produkti. Në Amerikë për momentin, për ChatGPT-n është një çështje gjyqësore midis CEO-s ekzistues dhe bordit, po brenda kësaj çështje gjyqësore kanë dalë edhe shumë email. Dhe sot po lexoja për shembull që ChatGPT-ja çdo gjë që ti shkruan në ChatGPT I kalon si Facebookut, ashtu edhe Instagramit. Pra gjitha rrjetet sociale këto kryesore, kryesisht Meta, ka informacion nga një aplikacion I tretë që ti përdor që është ChatGPT, që nuk është fare pjesë e ekosistemit. Që në rastin konkret shumë njerëz edhe paguajnë për ChatGPT sepse I duhet përdorim akoma më të thelluar. Kështu që praktikisht ti I je produkti në çdo lloj rasti. Shumë njerëz tonë edhe ana dëgjon apo jo. Ana dëgjoj se këtu tani realisht është pak e frikshme. Të gjithë të shqetësuar. Jemi duke folur me një shoqe ose me një mik, kushdo qoftë. Pa pritmës ti përmend dikë ose një produkt ose një gjë dhe të del aty në rrjetet sociale, si ka mundësi? Na dëgjojnë aplikacionet? 5 minuta është direkt reklama. Nuk e besoja derisa fola për hamburger dhe më dolën reklamat e një hamburger. Më thënë ti si ekspert, na thuaj pak. Po, patjetër që na dëgjojnë telefonat, na dëgjojnë edhe pajisjet smart që ne kemi në shtëpi. Shumë njerëz sot kanë asistent smart në shtëpi që ti duhet I thuash, OK Google, OK Siri që ai të kthej përgjigje. Po që ai të kthej përgjigje në momentin që ti I thua këtë tok fjalën OK Google, do thotë që ai duhet të dëgjojë gjithkohë. Sqaroje që nuk dëgjon si me vesh. Sqaroje që dëgjon me anë të këtyre mekanizmave të aplikacioneve të treta. Sepse mendojnë që dëgjon vërtet, more. Me fjalë kyçe. Po vërtet dëgjon ai, po dëgjon me fjalë kyçe. Jo, ai dëgjon dhe përdor informacionin që ti Instagrami për shembull na dëgjon? TikToku na dëgjon? Instagrami jo, aplikacionet të treta po, që janë për shembull asistentët virtual që ne përdorim në shtëpi. Aplikacionet të ndryshme, edhe Google I e bën, që her pas here aktivizon mikrofonin tënd dhe merr fjalë nga ato gjëra që ti po thua për momentin. Për arsye reklamimi apo gjithmonë për arsye reklamimi. Kujdes. Nuk të njohin si Lei si Kristi, të njohin si useri 34521, nuk I intereson fare se kush je ti, se çfarë bën ti. Intereson interesi që ti ke në atë moment për të ta kthyer atë interes në produkt. Kështu që është pjesë e internetit, është diçka që ne ose do rrim do lexojmë ato 100 faqe terms and condition para se t'i japim OK, se ne gjithmonë I japim OK. Ne si lexojmë kurr ata që kemi realisht. Më e bukur është që nëse ti I lexon dhe nuk je dakord, atëherë ty të ndalohet aksesi në atë rrjet social. Pra ti ose do e pranosh dhe do e përdorësh, po ki parasysh, po nuk ja pranove Instagramit, po ja pranove Google-it, është e njëjta gjë. Pra do të merren gjithsesi të dhënat sepse këto ja kalojnë njëri tjetrit. Kështu që dashje pa dashje, ajo jemi të ekspozuar, ajo që të paktën duhet të kuptojmë dhe të na ngrojë është fakti që nuk na njohin si individ dhe nuk I intereson të na njohin si individ, por na njohin si user, edhe këto të dhëna I përdorin për reklamat që ne na. Varet pastaj, se pastaj ka edhe institucione të tjera të cilat I përdorin dhënat. Po pra, unë po flas për pa lejen domethënë pasoja shumë me largët, më thënë do zgjas çfarë pasoja ka të largëta, më thënë do jetë një plag më vonë kjo për shoqërinë njerëzore në përgjithësi? Nëse keq përdoren patjetër që po. Nëse keq përdoren, po, nëse keq do keq përdoren. Gjyqi I gjatë për shembull I Zuckerbergut për përdorimin e dhënave, pikërisht kjo ishte. Domethënë mënyra se si kishte përdorur një sër të dhënash pa marr leje etj, po ideja është ajo që ne po thonim, që ti permissions je vet. Pra I thot, can I have access to your camera? Po, ta bëjmë. A mund të kem akses në kamerën tënde? Mund të kem akses mikrofon dhe ti thua OK, dhe ja ke dhënë. Por një nga gjërat e rëndësishme që duhet diskutuar dhe që ne e prekëm pak më përpara është legjislacioni. Ka një mungesë shumë të seksuar legjislacioni jo vetëm në Shqipëri, po në nivel botror, e cila rregullon të gjithë jetën virtuale në të cilën ne jemi të futur 100%. Dhe nuk e di pse, domethënë nuk arrin dot legjislacioni të heci me hapin e zhvillimit të teknologjisë. Se për shembull një nga gjërat që ne po kërkojmë tani është një material I prodhuar me AI
të ketë detyrimin që të shkruaj poshtë që ky material është i prodhuar me AI. Se çfarë ndodh? Nëse deri në muajin dhjetor të vitit kaluar ne arrinim ta dallonim nëse një video apo një foto ishte bërë me AI dhe jo, sot vetëm pak muaj më mbrapa ne nuk arrim dot ta dallojmë më. Po. Dhe në momentin që ti nuk arrin më dot ta dallosh, ky është rreziku më i madh. Sepse rreziku më i madh, edhe po flasim edhe për pasojat që mund të kenë rrjetet sociale, është që ty të del një video të cilën as nuk e ke bër, as nuk e qenë vet aty, të del një video që të shkatron jetën dhe nuk ka një legjislacion i cili të mbrojë në mënyrë direkte, pra jo mbas 10 vitesh që ti të kesh bërë gjyq. Dhe minimumi që mund të bëjë për shembull legjislacioni është të vendosi kjo video apo se ky material është krijuar me inteligjencë artificiale apo në rrjetet sociale informacioni që merret nuk duhet përdorur pa lejen e përdoruesve etj etj. Të gjitha këto janë kufizime që ja vë ligji atyre të cilët i përdorin këto të dhëna apo edhe i publikojnë nga ana tjetër. Se për shembull, a konsiderohet publike një foto që ti e vë në profilin tënd Facebook, Instagram, TikTok apo nuk e di. Konsiderohet publike kur ti e ke profilin publik? Unë profilin tim e kam publik. Pa. Dhe gazetarët sa herë që ju duhet, shkojnë te profili im, marrin foto dhe i publikojnë në një artikull caktuar. Artikulli mund të jetë i mirë apo i keq. Apo dikush tjetër edhe nga të rinjt, të cilët marrin një foto, i bëjnë një lloj ku dëgjon editing asaj fotos, edhe të nxjerrin ty në mënyra të ndryshme. A është publike kjo foto të cilën unë e kam publikuar vetëm në rrjetin tim social i cili është publik por është i imi? Dhe këtu ka një vakum të Jo, ti Brenton çamenon vetëm platforma është publike aty në momentin që ti je ke qasje tek platforma mendoj që automatikisht e ke nëntuar që bëhesh nuk i jap lejen personave të tjerë për ta përdorur për arsye të tjera. Unë e përdor vetëm për këtë gjë. Po ka një vakum legjislacioni i cili nuk e mbulon këtë gjë dhe të jep ty drejtën që ta përdorësh deri tani. Mund përdorësh kjo foto Brenton. Edhe kontenti nuk është i yti. Në momentin që ti e publikon në një rrjet social, kontenti me të drejta i kalon rrjetit social. Për shembull TikToku e ka shprehimisht të thënë që mund të përdori çdo lloj kontenti që ti publikon për promovim. Pra mund ta, nëse ato duan që të bëjnë një video 15 sekondëshe për të promovuar TikTokun në Indi, mund të marrin shumë mirë një video tënde. Reklamën e TikTokut, pa bën dot një reklam tjetër të tipit nuk e di. Jo. Por TikToku, por ajo nuk është më video dhe foto e jotja. Është e TikTokut. Dikush tjetër jo, sigurisht që jo, dhe janë mekanizmat. Për shembull, Geek Room është media që un kam, është një media online rreth teknologjisë dhe ne na ka ndodhur shpesh që videot tona janë marrë dhe janë ripostuar nga faqe të tjera. Kam përdorur lehtësisht fare mekanizmat e TikTokut, sepse un Geek Roomin e kam të ruajtur si trademark, duke përdorur justifikimin e përdorimit të trademarkut dhe video është eliminuar brenda 2-3 orëve. Për ligjin, të paktën Europa, unë mendoj që është pionerja e ruajtjes të drejtave të konsumatorit. Pra, edhe që ka çedim në legjislacion. Ka çedim në legjislacion, por të paktën në BE është AI Act edhe Digital Act që e mbrojnë. Ama nga ana tjetër është inteligjenca artificiale e cila po ecën me një ritëm jashtëzakonisht shumë të shpejtë saqë ligjet nuk e kapin dot. Nga njëra anë nuk e kapin dot, po besimi im është që edhe nuk duan ta kapin, sepse sot ka një konkurrencë shumë të madhe në zhvillimin e AI midis Europës, Kinës edhe Amerikës. Tani çfarë ndodh nëse njëra prej këtyre e kufizon përdorimin e AI-t? Nëse njëra prej këtyre vendos një ligj që e kufizon përdorimin e AI-t, atëherë tjetra, rivali, do eci me ritëm aq të shpejt sa do t'ja kalojë dhe kjo pastaj kthehet në përfitim. Ideja se po shkoj të stepur. Kështu dhe në rrjetet sociale e stepur. E stepur jam. Ky ishte qëllimi pse je e stepur, fakti i përdorimit të dhënave apo ke diçka tjetër? Se foli me muzikë. Fletësi ne me fjalë, kështu që jo, nuk është vetëm ajo. Mendoj për mua është më problematike, është nga një anë edhe më emocionale dhe sociale e gjës. Në kohën në cilën ne po jetojmë, duket sikur urrëtia është motor që gjeneron dhe ka më shumë benzinë se sa dashuria. Është gjithmonë një fije shumë e hollë që i ndan këto të dyja. Do të shpëtosh kësaj, me thënë jam larg dhe jam unë personalisht kur të kem një produkt unë e shoh kështu. Në momentin që unë finalizoj një këngë, dal me një produkt dhe vendos të jem në syrin publik, atëherë bëhem publike dhe me Instagramin tim dhe me jetën time. Por për të promovuar thjesht idean të ulur bukur në një foto të bukur, më duket diçka publike.
ajo mua ma bën dar private, do thot njerëz që unë i njoh mund të shohin Instagramin tim, por unë në momentin që s'kam diçka për të të ofruar, edhe këtu ndalim dhe tek ajo që ka shumë njerëz që patjetër i bëjnë shumë mirë rrjetet sociale. Ama duhet ulen ndonjëherë me veten e tyre dhe të bëjnë atë reflektimin, po unë çfarë i ofroj shoqërisë, sepse nuk po them unë ja bëra një këngë ose diçka tjetër. Po ka vërtet rëndësi në ditët e sotme, nëse do marrim dhe pjesën e të rinjve, çfarë po i ofron ti këtyre njerëzve, kush je ti në vetvete. Sepse patjetër viralitetin më të madh, domosdoshmërisht e marrin gjëra që janë më pompoze, kanë më shumë zhurmë, por edhe ti vet si një watcher, se doja të kthehesha pak këtu, si një dikush që ka një Instagram, nuk ka të bëj vetëm me searchin, dhe çfarë po kërkoj unë tek searchi. Në momentin që videoja e djalit ka marrë jashtëzakonisht shumë klikime, mua më do më shfaqet. Që do thotë dhe ti vet nuk e krijon dot atë algoritmin tënd në mënyrën që ti do dhe je i detyruar të shohësh. Edhe ti fole pak për dashurinë për urrëtien. Po për lajmet e rrema. Pse besojmë një lajm që është i pa verifikuar sesa një të verifikuar? Ne vdesim për lajmet e rreme. Ja, po të them un kam gjyshen time, e cila është moshë 3, jetoj me të dhe del nga dhoma e saj dhe thotë ka ndodhur kjo dhe i them un Lana nuk është e vërtetë, është me vërtet? Okej, unë e klikova, sepse ai klikimi i asaj është gjithçka që ka rëndësi. Ne në Top Albania Radio duam gjithmonë vërtetësinë e lajmeve, vërtetësinë e gjërave, ama për sa i përket viralitetit ka një diçka. Një personazh i cili urrehet është gjithmonë më viral se një personazh që duhet. Si ka mundësi? Pse ndodh kjo? Është motor më i madh pra. Krijojmë edhe vetë këto lajme të rreme ndonjëherë, Patjetër që po. Për të qëndruar ose titujt e portaleve. Si ka mundësi që në fund po ti shikosh disa të dhëna, ky personazh që në thonjza u shturryer ka dalë suksesshëm apo njerëzit në fund e kanë dashur. Po kush është suksesi? Viraliteti? Aty e shikon ti suksesin te klikimet? Se është pak për shembull rasti, unë shkoj deri lart në Amerikë. Donald Trump sot është presidenti i Amerikës. Këtu në Shqipëri do vi Kanye West. Është një personazh shumë kontrovers. Pra unë kur jam futur kësaj gjëje, jam futur me studime, e kam bërë testime, dhe kam kuptuar që në thelb vëmendja nuk ka. Pra është në vlerë absolute. O ke vëmendje ose ke vëmendje. Me kalimin e kohës mjeshtërohet vëmendja dhe kthehet në anën tënde, por e rëndësishme është mos i injorohesh. Dhe unë do doja, nëse do ishte në dorën time, që këtë dije njerëzit ta mësojnë që tek adoleshentët deri tek moshat e mëdha. Pse? E para njerë nuk të las njerë pa të ardhura. Nëse ke një biznes, nëse ke një punë dhe ekspozohesh në rrjetet sociale, ti e zgjidh problemin e mbijetesës. Po flasim për lajmet, lajmet e vërteta të pavërteta, dhe pse ne tërhiqemi nga lajmet e pavërteta. Ta them, unë një studim në Universitetin e Georgias në USA, është bërë një studim dhe ku konsiston kjo tek pjesa e tërheqjes. Shikohet vërtetësia, pastaj shikohet pjesa e tërheqjes emocionale, si ndikon tek personi që e shikon këtë lajm dhe pastaj sa rëndësi ka në jetën e këtij personit për ta klikuar, për ta bërë share dhe për ta ndarë më vonë. Këto ishin 3 faktorë që ndikonin më shumë, por fakti pastaj që është futur dhe inteligenca artificiale e ka bërë dhe më të pa menaxhueshme këtë, sepse nuk dallojnë më, është ajo që tha Lira, nuk po dallojnë më, po arrin ngjashmërinë, perfeksionin me njëra tjetrën. Sot me AI mund të përhapësh një fake news shumë më shpejt se sa mund ta përhapte një redaksi, sepse një redaksi duhet redaksi nuk duhet ndodhi, po nëse një person do të shkruaj apo të përhapë një fake news duhet ta shkruaj. Sot e bën AI. Sot AI mund të skanojë në 1 sekondë cilat janë lajmet që sot po marrin më shumë vëmendje apo personazhi i cili po merr më shumë vëmendje, qoftë edhe pozitivisht dhe mund të përfitojë nga fama e momentit për të gjeneruar jo 1, po 300 artikuj në kohë reale dhe derisa personi të dalë dhe ta përgënjeshtrojë, lajmi ka marrë dhënë dhe pastaj kthehet në tani do ndalem pak prapë tek Arbri për të thënë këtë gjë që folëm pak më parë për modelin, patjetër, por në krahasim me çfarë dua të prek tani të diskutoj pak është absolutisht nuk ka krahasim me atë çfarë bën ai dhe këtu dallohet pjesa e ndarjes që bëhet modeli që përfaqëson edhe çfarë pasqyron tek shoqëria, për atë të mirën, me petitë e mira, pasojat, duke arritur deri tek një nivel shumë i ulët i shoqërisë. Arbri nuk është këllë gjëja. Arbri është, unë e kuptoj shumë mirë, është e ka për efektin business është business, patjetër. Unë uroj vetëm që ti të kesh ndarë pjesën e pikpamjes dhe sa larg shikon për ta çuar më afatgjat biznesin tënd, sepse mund të ndikojë tek pjesa që deri në një moshë saktuar mund ta bësh. Ndoshta me moshën mund ta alternosh, mund ta konturosh ndryshe, patjetër jam i sigurt. Është dhe në bazë të kohës. Patjetër, po. Koha është element shumë i rëndësishëm. Ndërkohë nga ana tjetër, Brendo në TikTok, në rrjetet sociale shikojmë një gjuhë të tmerrshme.
sa e hap ti ke frikë të hapesh me zë të lartë në publik, ti je në familje, ti je në shoqëri sepse të skuqesh. Të paktën mua kështu më ndodh. Të mërshme, komentet janë të mërshme, ka shumë të drejtë. Të mërshme. Jo, ndodh. Derisa po. Ndodh dhe për shembull në rastin konkret kam zgjedhur që çdo profil i tillë që më del, edhe njerëz publik që kanë shumë ndjekës, po kanë këtë lloj fjalori, i bëj blog gjithkohon, i bëj blog edhe në farë mënyre pastroj atë feedin tim dhe i tregoj TikTokut që nuk pëlqen dhe më dalin gjithmonë më pak për mos më thën fare, po është e vërtet, ka një problem shumë të madh TikToku që nuk mund ta monitoroj shumë mirë gjuhën shqipe. Çfarë ndodh? Nëse ti shkruan në Facebook, nëse shkruan në Instagram, e shkruara është jashtëzakonisht shumë e për të bërë trek, për të kontrolluar nga Instagrami, nga Facebooku, dhe nëse aty ka një fjalë banale, një fjalor jo të hishëm, bëhet automatikisht, jo nga një person që është aty në Facebook, po bëhet automatikisht nga AI apo nga sistemet. Në gjuhën e folur, sidomos në gjuhën shqipe, është jashtëzakonisht shumë e vështirë që ti ta censurosh. Imagjino pastaj dialektet, imagjino mënyrën si thuhet, a është me ironi apo është pa ironi, pra është shumë e vështirë në video që të censurohet apo të monitorohet. Dhe kjo bën që personazhe të tilla të një farë forme të lulëzojnë në TikTok. Duhet jemi vetë ne ata që duhet ta marrim përsipër. Pra duhet jemi ne ata që duhet themi kjo gjë s'bën për mua, i bëj blog. Bëjeni blog sepse në momentin që i bëni blog nuk ju shfaqet më ai personazh dhe e mbyllin me kaq. Edhe diçka që jemi në kafundi. E kuptoj, po është shumë e rëndësishme kjo, sepse do ta them diçka shumë të rëndësishme për reportin. Autoriteti i medias audiovizive ka një bashkëpunim me TikTokun. Në momentin që ti sheh një video në TikTok që përdoret imazhi yt për keq, në momentin që ti sheh një video që ka fjalor banale nuk pëlqen, raportoje tek faqja e Amas dhe unë ju asiguroj e kam provuar unë me pafund video dhe të gjitha janë fshir. Pra është partneritet i drejt për drejt dhe ndikon shumë. Është diçka që këtë po të thoya që sado që ti bllokon bën prap deri në një moment sepse është shkafaqja e memeve që e përcakton. Dhe kjo gjë ka ndodhur me një gjë shumë të rëndësishme që është fenomen i tmerrshëm, pjesa e pornografisë. Është gjëja më e klikuar. Dihet botërisht kjo, është më e klikuara. Po çfarë ndodh? Ti dhe në një aplikacion për fëmijë, ajo çfarë të shfaqet dhe ta sugjeron reklama që përdoret është pornografia. Me thënë, kjo është e tmerrshme, shikoj studimet që të del të gjithë kohës diçka pornografike. Si mund të ndalohet kjo? Me thënë, çfarë mekanizme, çfarë filtrash do të përdoren? Kjo është gjë e tmerrshme pastaj. Jo. Të jep akses. Unë mendoj që filtrat për këtë janë. Mendoj që pornografia është ajo që është më e filtruara. Të them të drejtën, unë nuk e kam hasur. Nëse dua ta shoh pak, jam shumë kurioz të shoh. I ke në për Facebook të del vetë ajo si tip, nuk e di. Kur ti do të shohësh një film, hap një website, ty të dalin 7 pop-ups. Po, është një website që shikohen, del pornografi brenda, është e tmerrshme kjo. Me thënë, ku si mund ndalohet kjo? Përdorues edhe nuk më shfaqet. Mund dalë ajo, mund dalë dhun, mund dalin, domethënë janë gjitha gjërat që dalin. Ti ke në dorë dy lloje. Filtrat që të jep vetë rrjeti social, pra që janë reporti, bloku e gjithë të gjërat e tjera, këto gjëra nuk funksionojnë gjithmonë, po mirë është të bëhen, se nëse i bëjmë 1000 veta bashkë funksionojnë, nëse i bëj vetëm unë nuk funksionojnë, duke menduar pak edhe për tjerët, jo vetëm për vete. Tek pjesa tjetër ke patjetër institucionet. Ama, autoriteti i mediave audiovizuale dhe nëse është një kontent i cili realisht kërkon denoncim, ke dhe institucionin e policisë. Dhe unë mendoj që të gjitha këto gjëra duhen përdorur dhe në qoftë se përdoren nga gjithsecili, atëherë kthehen në standard. Pra, në qoftë se askush prej nesh, ne na del e kalojmë se theme punë madhe, siç na del ne pastaj u del shumë të tjerëve, të cilët mund t'i dëmtojë dhe mund t'i çojë të bëjnë edhe veprime të tjera siç ti the, dëm vetes, dëm të tjerëve, gjithë të gjërat e tjera. Kështu që është shumë e rëndësishme që në këtë pikë ku jemi, të jemi proaktiv në rrjetet sociale, jo vetëm si users, pra jo vetëm si watchers, siç e tham që ne thjesht shohim edhe jemi pasiv, po të jemi proaktiv për të mbrojtur edhe veten, edhe të tjerët nga gjitha këto kontentet pa dëshiruara apo gjuhë pa dëshiruara, të cilat na çojnë shumë hapa mbrapa. Edhe te pjesa e gjuhës urrejtës dhe e fundit, ka një studim i cili vërteton që nëse komentet e para të rreqin njëra tjetrën, atëherë hajde bëjmë të parët nëse na bie ca komente pozitive, që të ketë më shumë komente pozitive se sa komente negative dhe të mos a marrin ato pjesën e shumicës. Nga ana tjetër, Lej, dua ta mbyll me një rast që mua më ndodhi mbrëm, ishte rasti i fundit, më afroi një grup fëmijësh për të bërë fotografi. Vetëm njëri prej tyre nuk erdhi. Më ka thënë prindi që mua mos të bëj foto me të panjohur. Ku dua të dal? Dua të dal tek
të rënit pre të këtyre kalamajve në përlojra të ndryshme tek predatorët seksual. Është një rast tjetër shumë i rëndësishëm për të diskutuar, nuk mjafton koha televizive Nuk për këtë patjetër, por është shumë e rëndësishme. Edhe nga fundi, kështu që një gjë të shkurtër fare se po na ikën minuta. Vetëm për familjarët. Ju lutem, kontrolloni fëmijët, kontrolloni për sa i përket teknologjisë. Kontrolloni, faleminderit që ishit me ne në Urban Gen sot. Shpresoj që kemi mësuar diçka sot, sidomos për tek rinjt, mase internetin nuk e shmangnim dot, se është pjesë e jetës sonë, por paktën të jeni më të kujdesshëm se sa i përket përdorimit të internetit. Faleminderit shumë që ishit me ne në Urban Gen dhe shihemi të shtunën tjetër për më shumë gjëra të ndryshme.